Jemi në telefonat përsëri me Ramadan Rekën dhe I thomi Ramadan, mirë se erdhe përsëri. Përshëndetje edhe një herë nga unë Ramadan Reka. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, të përshëndes tyje, e përshëndes edhe këtë motër të përmallume që Artën. po motrën Arta që është e përmallume edhe vllavin ton Gazin. Po. Inshallah Zoti ju jep vetëm mirësi, dashuri, lumturi në mes vete edhe I harrojnë ata vujtjet që I kanë, ndërsa unë për ta shkoj me një poezi masi ndëgjova disa fjalë të në, dhe në bazë fjalë të në ta shkojna zemra e plagosur. He kam zemrën të plagosur. Digjet e kallët, e qetësi nuk gjanë. Lotët pikin nga sytë. Qanë motra për vëllaun. Bërtet dhe thërret vëlla gazi ku ka. Ditët kanë kaluar e janë bërë vite. E vitet kalojnë u bën dekada. Pa, zemra e ndarë e thyrë. Malet nuk gjelbërojshin si kur kanë gjelbëruar disa herë, por edhe malet ishin të pikluara. Zëgjët nuk e këndojnë këngën si më parë, sepse qanë motra për vëllaun. Qanë vëllau për familjen e tij. I dridhet buza e fjalën se në qetë përsëri. Sa shumë vujtën këtë jetë shkret, e maktuti shpirtin I ziu gurbet. Më largojnë nga familja qysh në fëmiri. Mbeta rrugëve të gurbetit, unë e vetmuar si jetim aty. Jeta, qenka, sprov. Digjem, përvlohem e kush se kupton. Më vdiq nana pa e pa. Zemra vdes përsëri o vlla. Edhe motra ashtu ndëgjova. Edhe motra më ka shkue. Një herë pa e qaf e pa shtërngue. Gurbet, ti të kallë zjarri. Qysh më ke dojq përse gjalli. O gurbet, ti të kallë Perëndia. Qysh më dojgje, qysh nga rinia. Rrugt e botës s'pas kanë kufi. Më mirë I vdekur se I gjallë kështu të rri. Por kur don Zoti ka bë mrekulli, Zoti ban dhe befasi. Pas 40 vite o shokët e mi, mu kthy buzëqeshja dhe lumturia, mu kthy shpresa dhe dashuria. E gjeta motrën shumë u gëzova, sikur ketë botën e fitova. Por sot mundona me fluturue, se kam një motër që zemrën ma kallmue. Sa herë në telefon me motrën që flas, fjala më zinjet mu në fët, nuk muna fjalën pregues me qit. E motra shkret në telefon dëgjon. Ajo qanë, por së më tregon. I tha motër, çka kiti? Që s'po fol, po më dëgjon ti? Ajo s'munat përgjigje me më kthy. Se I ka syt plot me lot aty. Edhe goja si punon, sepse vllaun shumë e don. Motra Arta si ari shkëlqen, e si rreze drite që bën. Ajo vllaun shumë e don, me shpirt dhe zemër e dashuron. I tham vlla të dua ty, gëzona që të gjeta përsëri. Jam e lumtur dhe krenar, e falimderoj Zotin mbar. Por një dëshirë të Zoti lutje baj, të lut na vlla mos më harrue. Hajde ma shpejt se s'po muj me qëndrue, se ne priti verën se du më shkatrue. Hajde vlla sa ma shpejt, se për ty motra kretu djek. Se her zërin
kur ta ndëgjoj. Dy dhimbje në zemër i mbaj. Njërën për nënën, se ashtu edhe i përngjan, edhe fjalt e nanës t'i vlla gazment t'i thonë. Po edhe dytën që vajtoj, qaj për vllaun se vllau të kam. Prandaj i hapi krat nga qielli qoj. Zoti madh jam tu lut ty, sa ma shpejt gazmendin me ma prun këtë shtëpi. Ta shën një herë e ta përqafoj, me dy dur ta shtrëngoj. Ti tha motra dua ty, se t'kam vlla për ty kam shkrim. Unë të gjeta pas 4 vite ty, edhe vlla s'du t'humbi përsëri. Prandaj t'lut na vlla me ndëgjue. Hajde motrën me vizitue, se për ty motra u shkrumue. Një gjë te Zoti lutje baj. O Zoti madh me ndëgjue. Radio yjet me mi shpëtue. Edhe vllaun ton Gonin me marue. Se në bas Gonit me vllavin jam bashkue. Po mos ishte kjo radio shokët e mi, kur se kisha pa vllavin tem me sy. Por te lut Zotin na te dit. Jep ju shëndet, zemër dhe shpirt. Ruje stafin përgjithësi, se këta mbatën me vllazni. Prandaj nga zemra e thash një këtë poezi, vllavin Gazin s'muj ta harre aty. Po edhe motrën Arta që si ari ndriqon, ju urej shëndet dhe lumturi, bashkim sa ma shpejt o vëllezërit e mi. Për që ata e thash këtë poezi, suksese, urime, motër e vllazni. Kjo ishte. Lumë tuja Ramadan e ka prej me, ka thonë një poezi shumë me fjallë dhimbshme dhe shumë e dhimbshme, dhe kështu që i thamë të gjithë vëllezërve dhe motrave që janë në përkurbet, të shkojnë sa ma shpesh që kanë nona gjallë, kanë prindi gjallë, për kanë edhe motra dhe vëllezër tjerë. Kështu si gjithmonë kurbeti i humbi, e ka nda zemrën, e ka nda fëmijën, e ka nda vllaun, motrën dhe inshallah ndëgjojmë vesh fjalë të mira. Po gurbeti e keni në herë për shembull ti thon o gurbeti bardh, kurse nin ti thon o gurbeti bardh, po veç o gurbeti zi. Se do më thon kjo është pak na sjell në far ekonomie, por me zemra gjithmonë jemi të lëndum, me shpirta gjithmonë jemi të plagum, me dashuri jemi kërkon, se dashuria na largon, po rritën fëmija, po rritën ato edhe ato që s'na shohin tani ku shkojmë atje janë të ftoftë se s'na njohin. Në vërtet. E do me thonë, na do t'jemi njerës sa më dashur, sa më t'afër, me shkue sa më shpesh me vizitue familjet tona. Unë për çka shkoj, për shembull 4 herë në vjet. Pse? Do me thonë, unë për vjeti tashmo më njohin, se unë i kam 57 vjet, po i qoj fëmijët e mi, që fëmijët e mi më njoftën djemtë e vllaznive, djemtë e daje, djemtë e nipa, se unë nëse si qoj, nesër ndodhin gabimet, unë mu dashuru vajza ime nipin tema, po në mesën tema, apo si, edhe tani thojnë valla, fëmija i kanë fajt. Jo, fëmija fajt s'kan hiç. Se fëmija si ka fajt, unë i kam fajt, se unë si kum qu me njoftue, ka e ka nipe, ka e ka daje, ka e ka strënipe kështu. Fajt gjithmonë vjen te prindi, jo te fëmija. E na i më mësue shumë let, ja lojmë fajt fëmijëve. Po fëmija s'janë njoft, po s'janë njoft, po unë i kam fajt, se unë me pashu, aje kishtë njoft. Po na rrim për shembull 3-4 vjet, 10 vjet asi edhe fëmia largohen, tani bën gabimet. E për çata unë fëmijët e mi i pata mundësi si pata fëmijë ja bashkëfin shkoj fëmijën në vend të me pa edhe kulturën, edhe traditën, edhe njoftësinë. Mu njoftu ato me ditë ka nip ka daj ka se nëse se çoj jo fëmijën tem 10 vjet, ajo nesër mund me bëjmë një gabim, edhe nesër mund me thonë gjinja që valla, tani valla fëmia. Jo fëmia si ka fajt, i ka fajt Ramadani lyp që kiç maskresë. Ramadani si ka çuga gjë. Shumë e vërtet, Ramadan, shumë e vërtet, për me janë ka një jetë shumë e përmalloshme, shumë e mërzitshme, kështu si dëmë zote vesh fjalë të mira, e t'jenë shnosh me familje, e t'kenë harmoni, e t'kenë shëndet dhe inshallah bashkimi me vëllezër dhe motra, fëmijë, nanë, fëmijë. Shumë faleminderit, unë i falenderoj juve, edhe në erë Gazit edhe Artës, i uroj shëndet, lumturi, mbarësi, po një herët ju kërkoja falje se i avcita një poezi pa e vetë, se për me qitë një poezi do të me vetë, a ban, as ban se, ban në ki thot pëse më qitë poezia dhe,
Mirë po unë e bona nashti këtë gabim që e qita pa e vejt, po prej dhimbjes që e ndëgjova se as se pata të shkrume, as se ju e dini që janë si shkrykur, po vetëm isha Shumë duke respekt se i ndëgjue. ketë qastit Ramadan dhe kështu që qastet këndshme për në radio e Danimarka, Ramadan. Shumë faleminderit dhe edhe njerë natën e mirë. Ai natën e mirë dhe qëndrim këndshëm pra neve. Ishim përsëri me Ramadan Reken dhe kështu që shkojmë me muzikë dhe i përshëndes të gjithë këta që janë pranë neve, pranë radio Hyje Danimarke, përshëndes përsëri